Në rënien e mëkatit, Adami dhe Eva u tunduan të mos i binden Zotit. Ata dyshuan në fjalën e tij, e shkelën urdhrin dhe u fshehen prej tij. U turpëruan, u trembën dhe vdekja hyri në botë. Fakti që të gjithë vdesim tregon se të gjithë bajmë mëkatin brenda nesh. Natyra jone shpesh vendos diçka tjetër mbi Zotin. Dyshon në fjalën e tij dhe përpiqet të justifikohet vete. Ky është mëkati i trashëguar që e kemi nga Adami. Në Zanafilla 5 shohim ndryshimin. Adami u krijua sipas shembëltyrës së Zotit, por biri i tij, Seti, lindi sipas shembëltyrës së Adamit. Mëkati tashmë kishte prekur gjithë njerëzimin. Mëkati më i thellë është të mos e lëmë Zotin të jetë Zot. Ne bëjmë atë sipas mendjes sonë, në vend që të pranojmë siç është në fjalën e tij. Por Zoti ende na flet, na thërret të kthehemi tek ai. Dhe tek ai ka falje edhe për këtë mëkat.